Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në konferencën zyrtare për mediat kombëtare shqiptare në prag të ndeshjes me Andorrën këtu në stadiumin Arena Kombëtare, si zakonisht konferencat tona transmetohen live në kanalin e Federatës Shqiptare të Futbollit në YouTube. Ne jemi si zakonisht edhe këtë herë me trajnerin Silvinja dhe me kapitenin Gjimshiti që do t'i përgjigjen pyetjet tuaja. Do ta nisim me kapitenin si zakonisht, i cili pasi të ketë mbaruar do të bashkohet me ekipin dhe ne do të vijmë me trajnerin Silvinja. Atëherë pyetja e parë për Gjimshitin. Elvis Erezha, Supersport. Berat, fillojmë nesër eliminatorët, mund ta konsiderojmë si ndeshjen e parë duke patur parasysh që ndeshjen e parë e luajtur ndaj Anglisë, një skuadër e tjetër niveli. Unë për veti jo, kështu që unë edhe atë lojë e konsideroj si mundësi, si që ishte me Anglinë. Sigurisht që në basë rezultatit besoj që e mendoni kështu, po ne si ekip nuk e mendojmë fare ashtu. Ishte një mundësi për ne edhe sigurisht që Anglia ishte atë që është ekip botëror që luan çdo herë për me fitu titujin. Po prap nesër do jetë një ndeshje tjetër, besoj që do jetë një ndeshje shumë e vështirë dhe është e rëndësishme që të gjithë të jenë të përqendruar 100% te ajo ndeshje, sepse në letër ndoshta duket e thjeshtë, po në futboll besoj që në futbollin e sotit nuk ka ndeshje të thjeshta dhe duhet të përqendrohemi 100% nesër. Po, Berat, Endrisa Uku të Vuklan. Ja kemi marrë pak dorën Andorrës, mund të themi, për arsye se ka qenë një kundërshtar në vitet e fundit. Si e shikon rritjen e këtij ekipi nga hera e fundit kur kemi luajtur? Po unë besoj që ata kanë një përparësi që kanë besoj një trajner që prej shumë vitesh, një skuadër që luan shumë vitesh, kanë një skuadër që luan shumë me njëri tjetrin dhe bashkë. Besoj që vështirësiat do jenë në nivelin fizik, besoj që janë shumë të përgatitur dhe rrinë shumë poshtë si mbrojtje dhe du të jem ne ata që t'i vendosim në vështirësi dhe edhe ti besoj që ti fusim në duele individual me sulmues tonë që të krijojnë hapësira për shokët e skuadrës dhe besoj që ajo do jetë kyçe. Berat, përshëndetje, ndërtan për IFC ABC News. Andorra është e lehtë në letër, duket sikur është e lehtë në letër, por me Andorrën kemi mësuar ndoshta dhe disa prej zhgënjimeve më të mëdha të futbollit, humbja në 2002-shin, po ashtu edhe barazimi. Duhet fitoria patjetër, por sa ndikon ky presion të skuadrës? Po shiko, besoj që në futboll në çdo ndeshje ke presionin. Sigurisht që është një presion ndryshe siç mund të jetë me Anglinë, sepse ata janë të favorit, nesër ne jemi të favorit. Dhe besoj që të përballohem me këtë presion, sepse siç e the ti, në letër e thjesht, po nuk është atë që thjesht. Kam qenë edhe unë në atë barazim në Shqipëri 2-2 dhe me 2 raste që na kanë kaluar në kundërsulm i kanë bërë 2 gola dhe e di me vështirësi që mund të na krijojnë, po do jemi gati. Krisi Atlari, Panorama Sport. Gjimshiti është bërë virale një video juaj mbas ndeshjes me Anglinë. Keni shkuar te tifozët, keni biseduar me ta, mund ta dim konkretisht çfarë u fol aty? Besoj që është pa dhe në ato video që është kërkuar, nuk duhet të them unë tash që më kanë pyetur tifoz, besoj që duket edhe në video që e ka qenë një pyetje për biletat, besoj që do marrën masa dhe sigurisht do kalojmë edhe këtë vështirësi, po ne prapë jemi gjithmonë falënderues nga mbështetja e tifozëve që siç unë shpesh herë kam thonë që janë tifozë më të bukur në botë, sepse na për kombëtarë nuk shihen tifozë që bojnë kaq shumë zhurmë për stadione, vetëm ne klube mund të them. Dhe besoj ne jemi gjithmonë falënderues për tifozë dhe shpresojmë që do na përkrojnë si gjithmonë dhe jam i sigurt që do e bëjnë. Anton Cicani, Telesport. Berat, doja të pyesja në lidhje me kombëtaren ton. Kam vënë re që në ndeshjet kundërshtarëve që janë cilësi më e lartë, kemi pak frikë ta luajmë topin dhe flas për futbollistë që luajnë kampionate shumë të mira, mes tyre edhe ti që luan te Atalanta dhe ke fituar Europa League. Dhe duket nga klubet e tyre dhe kur vinte kombëtarja kanë një farë ngërçi psikologjik për të luajtur topin ashtu si din ato dhe për të shfaqur potencialin e plot. Nga vjen kjo sipas teje? Sipas meje, sigurisht që kombëtari është ndryshe,
në pikë pari që nuk je me atë që lunë afër teje ton ditën dhe nuk e din parafërsisht qofse lunë shumë vite bashkë sigurisht, po nuk e din të them lëvizje që i bën ai shoku afër teje, po besoj që është psikologjike sepse lunë kundër Anglisë dhe për shembull të fusin ka shumë presion që je shumë poshtë, pastaj kur ta ke topin nuk je i fresk në kokë të bësh edhe atë fazën ofensive, besoj që ajo është gjë e rëndësishme që na ka munguar me Anglinë. Përshëndetje, Mantha Prokopi, Syri Televizion. Në 3 sfidat e Conference League, pa ju në fush, në Air Albania nuk morëm asnjë fitore. Mendoni se me rikthimin tuaj na rikthehet dhe fati dhe fitoria në Air Albania? Unë shpresoj, po nuk është pse jo unë tash do fitojmë neshin. Unë besoj puna ime para është mos me pesu gol, pastaj për me bë gol janë të tjerët që janë më kanë më shumë cilësi se sa unë, po sigurisht që kemi mësuar nga ato ndeshje dhe kemi folë dhe kemi biseduar me trajnerin si gjithë ekipi. Qa kemi gabuar në ato ndeshje dhe sigurisht do përmirësojmë në këtë edicion për kualifikuese botëror dhe besoj që nesër duhet të keni Shqipëri ndryshe dhe përpara tifozëve tonë të japim edhe lumturi dhe fitore. Berat, përshëndetje, Ernest Koçin nga Report Televizion. 3 ditë pas ndeshjes me Anglinë, tani kundër Andorës është Shqipëria që duhet bëj Anglinë për ta thyer, një skuadër që tjetë ceke dhe qëndron shumë poshtë mbrojtje. Sa e vështirë është për ekipin që në harkun e kësaj kohe kaq shkurtër 3 ditë të mendoj për një ndeshje në komplet natyrë tjetër. Është shumë e vështirë, them drejtën, ndodhe edhe shpesh në për klube që përballosh me skuadër shumë me dinamika ndryshme. Është e vështirë, po besoj që janë gjithë profesionistë, kanë provoj sidomos lojtarë që kanë me eksperiencë, besoj që tu t'i japin edhe dorë lojtarëve që janë më të rinj ose që kanë pak ndeshje në kombëtare. Dhe besoj që nesër, siç e tha ti, do jetë një lojë gjithë ndryshe dhe besoj përballimi me presionin duhet me qenë 100% sepse mund të pësosh edhe me këto kombëtarët e vogla dhe bota dhe akoma më shumë dëm nëse ndodh ndonjë gjë negative. Mirë, besoj se kjo ishte edhe pyetja e fundit për trajnerin, cilin do ta lënë të lirë bashkohet me ekipin. Faleminderit Berat. Faleminderit. Ne vazhdojmë me trajnerin. Atëherë, pyetja e parë, Rexha për trajnerin. Atëherë, mirëmbrëma. Dy ndeshjet e fundit i kemi humbur duke mos treguar futboll. Çfarë presim nesër ndaj një kundërshtari që është i lehtë në letër? A do ndryshoj fytyrë ekipi? Le ultime 2 partite abbiamo avuto sconfitte senza dimostrare che sappiamo giocare football. Cosa possiamo dimostrare questa partita? Siccome Andorra diciamo che è un altro livello. Prima di tutto ragazzi la mia condolenza al giornalista Saimir Demi, mi dispiace tanto. Da nostra parte è l'unico, un abbraccio a tutta la famiglia, forza. Quanto riguarda la domanda, il calcio è duro per tutti, lascia stare che il passato per noi in senso si impara, si riparte, la nostra ripartenza è stata non mica semplice a Wembley, nuovo allenatore, una squadra dove era lì il migliore calciatore del mondo, fisicamente, tecnicamente, tatticamente, psicologicamente, una nazionale che ha fatto l'ultimo 2 europeo, la finale dell'ultimo 2 euro. Abbiamo visto calciatori forti, molto importanti. La Premier anche c'è un passo strepitoso. Ma come ha detto Jimmy, io ho visto, lei mi ha tradotto, non davamo per scontato, nel senso, eravamo lì, se ti lasciano pareggiamo, se ti lasciano vinciamo. Migliore di tutto, abbiamo stato in gara fino al secondo gol, dopo il secondo è finito. Se tu non la prepara bene quella gara, in 45 minuti questa gente ti ammazza, ti fa 5-6 gol in 45 minuti, è così, è così. Va al Bernabéu a giocare contro la Spagna o al Camp Nou, sta attento.
sta attento che 45 minuti per loro ti dà un bel ripasso di calcio, ti mettono 5-6 a casa, via, ciao. Forse non hai bisogno di giocare la seconda parte, è tutto al contrario, sono fieri di loro. Loro hanno stato lì fino all'ultimo gol, 76esimo praticamente, è finita. Da ripartire domani abbiamo una strada dove non dobbiamo sbagliare, non possiamo sbagliare. È una gara molto difficile, dura. Io ho visto contro Lettonia, un calcio di piazzati ha cambiato la partita, solo. Tutto molto pareggio, molto duro, ma noi dobbiamo trovare spazio che non c'è, non mica semplice, ma dobbiamo trovare spazio per fare questo gioco, per segnare, per avere la più possibilità di segnare. E dobbiamo lavorare su quello, infatti oggi anche abbiamo una seduta un po' tattica per trovare questo spazio. Fillimisht dua të bëj një ngushëllim për humbjen e jetës të gazetarit sportiv Sajmir Demi, i dërgoj një përqafim familjes dhe forca. Duke rikthyer pyetjes, futbolli është i vështirë për gjithë dhe kështu funksionon, mëson nga disa gabime dhe rinisin përsëri në vazhdim. Ndeshja e fundit nuk ishte e lehtë, të luash në Wembley është gjithmonë shumë e vështirë, ata kishin një trajner të ri, kanë në skuadër lojtarë që luajnë në klubet më të mira në botë, kanë qenë finalistë 2 europianeve edhe në vazhdim. Ndërkohë që edhe vetë ka një ritëm shumë të lartë futbolli, ekipet dhe klubet ku ata luajnë përgjithsisht në Premier League. Sigurisht që me ekipet të tilla duhet të shikosh hapësirat, nëse të lën hapësirë që ti të luash, nëse të lën hapësirë të barazosh. Po unë mendoj që kemi qenë në lojë deri tek posimi i golit të dytë edhe më pas loja ishte e mbyllur. Me ekipet të tilla nëse nuk je i përqendruar mund të pososh edhe 5 gola për 45 minuta. Njëta gjë vlen dhe për ekipe si Spanja, për shkak nëse luan me Spanjën në Bernabeu, për një pjesë loje mund të pososh 6 gola edhe mund të shkosh në shtëpi. Është një rrugë, ne kemi rrisim nesër një rrugë ku nuk duhet të gabojmë, nuk mund na lejohet të gabojmë. Kemi parë ndeshjen e Andorrës me Letonin, çdo gjë ishte pothuajse e barabartë dhe u vendos vetëm nga disa momente të caktuara. Ne do duhet të punojmë dhe kemi punuar për gjetur hapësirë për të shënuar, edhe madje edhe sot kemi po prap një stërvitje ku do merrem me disa element taktik për ndeshjen e nesërme. Endrica Uku të Vëklan, është një ndeshje ndryshe në krahasim me Anglinë dhe vetë ju e thatë që përdorët Uzunin nga që është një lojtar i cili kthehet edhe në mbrojtje. Do shikojmë lojtarë të tjerë, do ketë ndryshime në formacion në krahasim me ndeshjen me Anglinë kjo me Andorrën? Io ho capito la domanda. Va, traduce, ma io ho capito. Sembra una partita differente quella con la Inghilterra e lei avete detto che avete usato Uzuni perché lui aiuta più in difesa, ma avrà altre differenze questa partita? Non ha bisogno di rispondere, lui ha fatto una domanda molto intelligente, ha risposto tutto. No, giusto, era la scelta anche di approfittare il migliore dei nostri calciatori. La Wembley che si difende basso, perfetto, ha letto benissimo la gara, e di ripartenza. Anche lui nella fase difensiva ti ha aiutato tantissimo, hai sprecato tanto. Non ci porto un numero dello che ha fatto lui là, in senso di sprecare energie, chilometri, tutto quello. Da provare qualcosa un po' diverso lì, è giusto. E i due centrali erano molto forti. Adesso giusto, andiamo alla domanda. Sì, noi possiamo pensare domani in cambio. Possiamo pensare in cambio, sì, perché è una strategia di gioco diversa. Inghilterra è una cosa, adesso a casa è un'altra, giusto? Po, është vërtet e keni lexuar shumë mirë lojën e djeshme. Ajo çfarë ne mundohemi gjithmonë të bëjmë është të përfitojmë nga më e mira që mund të na ofrojnë lojtarët, edhe me një ekip si Anglia ne duhet të mbroheshim mirë dhe më pas të rinisnim lojën me hapësira që do të gjenim, edhe sigurisht që do të provojmë diçka ndryshe. Munduam të provojmë diçka ndryshe edhe me Anglinë, por mbrojtësit e tyre të qendrës ishte shumë të fortë, por në këtë rast do të provojmë diçka strategjikisht ndryshe në sensin e lojës, sepse është një skuadër tjetër. Përshëndetje, mister. Nesër në duhet ne ndoshta të bëjmë Anglinë këtu përballë Andorrës. Nuk e di sa i kemi mundësinë ne për ta bërë një gjë të tillë. Kujtojnë që Andorra ndeshjen e fundit Shqipëri ka marrë një barazim që na ka mërzitur më tepër se për të kushtuar gjë, ndoshta jo, por këtë herë ndoshta na kushton sepse duke i bërë llogari që skuadra e fund, paktën teorikisht e fundit në grupit, po ndoshta edhe praktikisht është e fundit.
domani tocca a noi di fare l'Inghilterra contro Andorra. Quante sono le possibilità per avere una bella partita e un bel risultato, siccome noi abbiamo pareggiato l'ultima partita contro Andorra? Giusto. Përshëndetje. Giusto, calcio è duro e è difficile. Noi dobbiamo trovare spazio di una squadra dove si difendono 5-4-1 basso e si difendono molto bene. Conosco bene il suo allenatore, Coldo Alvarez, già è lì da tanti anni e tutti i calciatori giocano con una grinta importante, molto difficile. Poi noi adesso tocca a noi provare, fare qualche cambiamento, provare a trovare spazio in un campo che c'è, andiamo a giocare lì a 40-50 metri difficili e dopo loro ripartono bene. Berto Rossas è un calciatore, un attaccante anche che utilizza molto il corpo, intelligente, poi sì, tocca a noi adesso trovare un po' di spazio e forse con qualche cambiamento strategico quanto riguarda la gara di domani sera, giusto? Futbolli është i vështirë, por do duhet të gjejmë hapësirat e duhura, sepse ai është një ekip që luan mbrohet mirë, luan përgjithsisht me skemën 5-4-1, edhe unë e njoh trajnerin e tyre, ata janë dhe futbollistët e tyre luajnë me shumë grintë, me shumë pasion për fanellën e tyre. Do të bëjmë sigurisht disa ndryshime në aspektin strategjik të lojës, që të gjejmë hapësirat e duhura, sepse e gjithë loja do të luhet për 40-50 metra. Ata janë një ekip që nisen mirë, kanë dhe një lojtar të mirë dhe shumë inteligjent që luan mirë me top, kështu do të në aspektin strategjik do të bëjmë disa ndryshime për të parë se do të ecë. Po Nërtan? Ministër, përshëndetje. Sa e vështirë është për ju dhe stafin tuaj të përgatisë një ndeshje ku Shqipëria duhet të luajë në sulm, ndryshe nga sa ka treguar shkuar, e mësuar më shumë të luajë mbrojtje. Io guardo sempre Quanto difficile è per lei, anche per il staff, di preparare una partita che dobbiamo essere più attaccanti, più offensivi? Përshëndetje, Nerton. È difficile, ma dobbiamo fare. Quello è un lavoro che si fa tanto nella nazionale, perché la seconda gara sono 2 giorni e mezzo dopo. Qualcun cambiamento ci sta, ma su tutto è strategico, non solo per la stanchezza di un calciatore, ma anche strategicamente ci sta. Si lavora tanto in video, abbiamo fatto già, oggi andiamo al campo a fare qualcosa tattica, domani un'altra volta qualcosina di video e dopo parlare con settore, con un calciatore, con un altro video individuale, si lavora tanto di questa maniera, perché è giusto, non è semplice fare 2-3 cambiamenti in una squadra che non sono abituati a giocare insieme, in un atteggiamento giusto, strategicamente abbiamo chiuso spazio, difeso bene, abbiamo fatto ripartenza, allora dobbiamo praticamente creare situazioni di gioco, è giusto, poi lì si lavora tanto con video e anche a livello individuale con il calciatore. Sarà importante la scelta del cambiamento che dobbiamo fare. Duhet të bëhet, dhe kjo është puna që bëhet në kombëtare në fakt, sepse ndeshja e dytë është praktikisht 2 ditë e gjysmë pasi është ndeshja e parë, edhe mund të ketë ndryshime, por në aspektin strategjik, jo domosdoshmërisht nga lodhja që i vjen një lojtari apo nga problematika fizike. Punojmë shumë me videot, kemi, siç e përmenda më përpara, një stërvitje sot ku do të merremi disa elementë taktik, përdorim po ashtu edhe videot individuale me lojtar specifik, mund të kemi 2-3 ndryshime dhe nuk është e lehtë që ti të përshtasësh lojtarët në bazë për kaq pak kohë dhe të bësh të ndryshime. Duhet të kalojmë nga një ndeshje ku ne duhet të mbyllim hapësira dhe duhet të rinisnim topin vet, ndërkohë që në këtë rast duhet të jemi ata që krijojmë rastet për të qenë të rrezikshëm. Minister Kristi Zatlari, Panorama Sport, duke qenë se edhe gjithë pyetjet janë konsumuar, thjesht po pyet si është gjendja e lojtarëve konkretisht. Ali, Balliu janë pozicionet ku ne jemi pak vulnerabël, le të themi, nuk është se kemi zvendësues. Po ashtu edhe Reimana, pritet që ta nis nga fillimi apo mund të shohim edhe një broja nga minuta e parë. Come la situazione dei giocatori, siccome non abbiamo un'altra opzione con Ali e con Balliu, e anche Mana, come si trova? Può essere lui nella formazione domani o giocheremo con Broja? Përshëndetje, Kristi.
La seconda la domanda è ma c'è la prima. Ali, ok. Guarda, Ali Baliu hanno fatto come tutti gli altri una gara importante lì a Wembley, hanno speso tantissima energia. Domani dobbiamo valutare tutti, c'è una piccola seduta oggi al campo, ma domani vediamo bene. Ma dopo che l'ho visto loro erano in condizione, erano bene, hanno fatto un bel recupero fino ad oggi, ma domani decidiamo. Quanto riguarda l'attacco dobbiamo vedere e ha possibilità di tutto. Di fare sì un cambiamento, c'è la possibilità di 2 o 3 attaccanti e di cambiare, cioè, abbiamo 2 o 3 nomi per dire, no, 3 nomi, poi vediamo, domani dopo pranzo tranquillamente con gli staff sediamo, parliamo con il doc, con i calciatori, decidiamo, ma c'è una grossa possibilità. Balliu dhe Ali kanë pasur njësoj si gjithë lojtarët e tjerë një ndeshje shumë të rëndësishme kundër Anglisë dhe kanë harxuar shumë energji, por që do duhet të bëjmë vlerësime të duhura nesër. Por momentalisht duken shumë mirë dhe janë duke u rikuperuar shumë mirë. Ndërkohë për sa i përket sulmit, ekzistojnë mundësitë për çdo gjë të mundshme, mund të ketë ndryshime ose jo, varet, por kemi 2-3 emra ose 2-3 mundësi që mund të luajnë. Por nesër pas drekës, së bashku me stafin, me doktorët dhe duke komunikuar dhe me lojtarët, do të marrim vendime të duhura, do të vendosim. Mister, e thatë shpesh, Erald Kodeli a 2 CNN, e thatë shpesh që për ndeshjen me Andorrën na duhet të gjejmë hapësirat. Kjo është zgjidhja imediate që i kërkohet skuadrës. Po për zgjidhja afatgjatë për të gjitha kualifikueset, çfarë na duhet që të rikthejmë atë entuziazmin, të kthejmë atë lojën e bukur në skuadër, që të kemi dhe elementin surprizë si e patëm në Euro 2024 me atë kualifikim. Si mendoni që mund të arrihet kjo për të realizuar ëndrrën, ndoshta për çm play-offin e botrorit? Dobbiamo trovare gli spazi contro Andorra, ma nel long term come possiamo portare di nuovo nella squadra l'entusiasmo che avevamo nei qualificazioni di Europeo, perché il gioco bello che abbiamo visto riesce nel sogno di essere nel mondiale. Përshëndetje. Poi la prima cosa è la qualificazione è finita. È un momento che abbiamo fatto bene, tutti insieme, e è finita. Arriva un Nations League, 7 punti che non è il sufficiente, ok, passa. Allora inizia un percorso e noi anche come il staff, io come allenatore, devo trovare una soluzione per metterci al campo. È una competizione diversa, non è mica semplice andare a un mondiale, sappiamo la regola è molto chiara, va il primo, sappiamo, dopo c'è una possibilità sempre di un secondo, il girone è duro, noi dobbiamo fare tutto molto bene, non c'è altra, e dopo lavorare sempre, i calciatori sono entusiasti, poi loro provano a fare il massimo, dobbiamo sbloccare. Forse la parola è quella, sbloccare nel senso di segnare. Già da tempo che non abbiamo una partita che la cosa ci va. Mentre che tu non sblocca una gara si diventa sempre dura, difficile. Io penso che noi dobbiamo sbloccare le gare, perché sennò si diventa difficile da vincere. Ma dobbiamo lavorare per quello. L'entusiasmo loro hanno tantissimo, la gente qua all'stadio si sente, poi domani magari possiamo andare forti e con il supporto della nostra gente poi fare una bellissima gara, ma secondo me è da sbloccare, che non è semplice, ma noi dobbiamo provarci. Kualifikueset kanë mbaruar, kemi bërë mirë, por tashmë është mbyllur ai kapitull. Në Nations League kemi arritur të grumbullojmë 7 pike dhe po prapë është hapësira e mbaruar. Ndërkohë që ne nisim një rrugtim të ri dhe unë si trajner dhe bashkë me stafin duhet gjejë zgjidhje në këtë rast për të sjellë më të mirën në fushë. Nuk është gjithmonë e lehtë, sepse në këtë rast në kualifikueset e botrorit vetëm ekipi i renditur i pari mund të kalojë dhe më pas i dyti mund të ketë një shans për të shkuar në play-off dhe duhet bërë
bërë çdo gjë mirë në mënyrë që të jemi më afër arritjes. Lojtarët janë shumë entuziast, janë patjetër, por ajo çfarë fjala e duhur që unë do të përdorja do të ishte zhbllokimi. Që të zhbllokojmë në mënyrë që të arrijmë të shënojmë gol, edhe sepse në momentin që nuk je i zhbllokuar, është e vështirë që të mund të fitosh ndeshjen. Mendoj se lojtarët edhe njerëzit në stadium kanë entuziazëm, sjellin shumë energji dhe nesër shpresoj që të bëjmë një ndeshje shumë të bukur për njerëzit që jenë në stadium edhe për gjithë që ndjekin. Anton Cicani, Telesport. Mister, kemi parë që kombëtarja shqiptare e futbollit nuk është shumë agresive kundër kundërshtarit, pra edhe kartonat e verdh janë shpesh të limituar, gjë që ne nuk na ndërpret lojën kur jemi në vështirësi dhe për na dhënë frymarrje. Ja keni thënë këtë gjë futbollistëve dhe si duhet jeni më bindës të ata që ta aplikojnë këtë në fushë? Pershëndetje, ma questo secondo me il calcio va in una direzione completamente, il giallo oggi è un calciatore con giallo, ma tante squadre nel mondo, prendi uno giallo, l'allenatore fa un cambio perché è una regola da UEFA, la UEFA combatte tutto che è un po' di, già non parlo di violenza, parlo di una fisicità eccessiva, per dire, tutto che quello è un giallo. Guardiamo tutte le gare, è giallo, poi io sono d'accordo, perché il calcio si gioca in piedi, prova, poi c'è un fallo, normale, va un giallo. Ma no, io dico sempre per i calciatori, si difendono in piedi forti, vicino, perché il calcio è di contatto, è aggressivo di contatto, ma che oggi non possiamo, oggi no, da anni tu non puoi andare altri. Poi tutto che è un po' di più ci penalizzano con un giallo, sei ammonito. Poi dopo, una volta ammonito, tu sei praticamente morto al campo, perché già non può fare nessun fallo, la UEFA no, la regola già non ti permette più. Un fallo un po', tu gioca con uno di meno. Mancano quanto? 25? Sta succedendo tantissimo. Poi secondo me ci sta, perché quello di anticalcio, 1, 2, 3 in campo che solo ferma l'azione, ferma, e quella è finita praticamente. Tutte le gare, livello C, B o A, è uguale, 5 minuti un fallo violento è giallo. Per me questo va in favore del calcio. Noi importanti quando valutiamo, quando valutiamo quanto gol ci prendi. Tu dici guarda, io prendo 4 gol qualificazione dell'Europeo, per dire, la migliore difesa. Io non so com'è stato la Nation, vediamo. Se tu dici guarda mi prendono 5 gol per partita e noi prendiamo un giallo, no, io non penso che la squadra difende molto bene, è aggressiva al settore ma non è violenta secondo me. Në futbollin e sotshëm ka disa rregulla në cilat UEFA insiston në mënyrë që në aspektin fizik çdo gjë që të shkojë siç duhet, edhe faulli më i vogël penalizohet me karton të verdh. Dhe futbolli është një sport kontakti ku me kontaktin me këmbë shumë herë mund të me një faull të saktuar një lojtar mund të penalizohet. Edhe pas një faulli praktikisht je i vdekur sepse mund të shkaktosh një faull tjetër dhe këtu mbyllet loja. Unë nuk jam pro kësaj idesë antifutbollit që ka 2-3 lojtarë që gjithmonë vetëm ndalojnë çdo aksion të mundshëm. Unë jam në favor të futbollit sepse e tillë duhet të luhet loja. Rikujtojmë që gjatë Europianit ne kemi pasur një mbrojtje shumë të mirë, mendoj që skuadra mbrohet shumë mirë pa pasur nevojë për të shkaktuar faulle për të ndaluar lojën. Mister, përshëndetje. Enrico Gaba, Euronews Albania. Një pjesë e lojtarëve duket sikur janë në atë zonën e tyre të rehatis dhe krahasuar me kundërshtar dhe krahasuar me kolegët e tyre në fushë janë më superior, le të themi, për shkak se luajnë në skuadra më të mëdha. E keni vënë re këtë konstatim dhe a do të kemi një ndryshim sa i përket kësaj situate? Faleminderit. Una parte dei giocatori ci sono un po' in un comfort zone e pensano che sono un po' superiori perché giocano con migliori club dell'Europa. Può avere cambiamenti in questo caso? Lasciami capire bene la domanda. Dice i calciatori nostri percendetti. Sono in un comfort zone perché pensano che sono superiori perché giocano con club che sono sì, quelli che arrivano nazionali giocano sotto livello. Nel suo club è un po' più. Sì. Ma iniziano la partita. Ok.
io non sento quello da noi, io sento che tanti di loro vogliono fare il migliore, ma il calciatore è umano, non è sempre che riesce a farlo. Ogni volta tu tira 2 o 3 volte fuori l'aria e segni un gol, un altro momento tu tira 10 e nessuna dentro. È calcio, è dura, dipende di ognuno del momento. Anche penso che la nazionale, per quello anche la responsabilità è tanto di un staff, ma di un allenatore, perché io ho la possibilità di scegliere, fare 23, 25, 30, prendere 23, del 23 fare 11 giocare, da provare a metterci in campo sempre il calciatore in una condizione buona, ma no, non sento che un calciatore viene qua e non vuole fare bene, non vuole restare da noi o dare, non so, no, non sento. Sono il primo che si sento qualcosa del genere, ti dico veramente, il calciatore dico, oh, guarda, grazie, va a casa. Noi l'ho detto adesso, fra mezz'ora, il meeting, il video che abbiamo fatto. Se noi dobbiamo fare qualcosa importante in avanti, ha bisogno più del sacrificio di ognuno di loro, anche da me. Dobbiamo fare qualcosa in più. È finita, tutto che abbiamo fatto già è finito. Adesso dobbiamo sognare con qualcosa ancora meglio e se vogliamo fare dobbiamo dare qualcosa in più, loro sanno di quello. Uno che arriva e dice guarda non vuole andare, anzi ti devo dire un'altra cosa, per esempio forse qua dico una cosa, Ismail non arriva a noi 100%, ho visto, ma arriva non so quanto, lascia stare. Lui fa un allenamento da noi, viene perché lui ha una voglia di restare da noi e dice mister ma ok, dopo la responsabilità di giocare no, sono io l'ho visto che lui si è fermato prima di andare a Londra, aveva un piccolo problema, rientra un po' meglio, ieri un po' così, poi dico che lui è uno che ha un cuore così e che vuole restare da noi 100% sempre, ma non è a 100%, forse anche il reverso, è la voglia di tanti di loro rimanere da noi. Se sento che uno non vuole stare da noi, tranquillamente posso apartarli senza problema. Unë ndjej që lojtarët e mi duan të bëjnë më të mirën me ekipin. Sigurisht që ndonjëherë ti krijon një mundësi dhe ajo mundësi rezulton në gol, ndonjëherë krijon 10 mundësi dhe asnjë prej tyre nuk arrin dot. Varet nga momenti i lojtarit dhe momenti i ndeshjes. Unë kam mundësi që të zgjedh nga 23 lojtarë, nga 26 që grumbullojnë totalin 23 lojtarë, më pas për të nxjerrë në fushë 11 prej tyre dhe përgjithsisht vë lojtarët të cilët janë në gjendje më të mirë për të ndihmuar ekipin. Unë do t'isha jam i pari që do t'i thoja faleminderit edhe mund të largohesh një lojtari të cilin do ta ndjej që nuk do t'ishte i gatshëm për të qenë me ekipin siç duhet, qofse ata ju kam thënë dhe lojtarëve dhe në takimin e fundit me video që kemi bërë, që nëse duam të arrijmë diçka të rëndësishme, do duhet të sakrifikojmë shumë, qofse duam të arrijmë atë ëndrrën për të shkuar, një ëndër akoma dhe më të madhe, pra për të shkuar drejt botrorit. Po ju jap një lloj informacioni ekstra në lidhje me këtë temë që lidhet me Ismailin, i cili pati një ripërsëritje të problematikës së tij fizike gjatë stërvitjes përpara se të arrinim në Londër, i cili në fakt për fat të keq nuk arrin dot të jetë në 100% e tij që të jetë gati për ndeshjen e nesërme. Por ndërkohë ai ka një zemër shumë të madhe, ka një dëshirë shumë të madhe për të qenë me ekipin, por në këtë rast përgjithësia ma takon mua dhe stafi teknik për të vendosur në lidhje me lojtarin. Por që unë shikoj që ai ka një zemër shumë të madhe dhe do patjetër gjithmonë të japi më të mirën për ekipin. Por nëse ndjej që një lojtar nuk është i gatshëm për të dhënë maksimumin, patjetër që jo. Mirë, atëherë kjo ishte pyetja e fundit. Kemi për të çdo limiti kohor. Ju faleminderit për pranimin tuaj dhe vazhdojmë me seancën servitore. Sabi